Procedurale kërkoha për faktin për të sqaruar mu për konkluzat e fundit të kuvendit. De facto, përbërjes parlamentare paraprake i mbaron mandati me verifikimin e mandatit të ri. Në bazë kushtetutës, mandati i kuvendit është 4 vjeçar dhe mund të jetë më i shkurt se 4 vjet, por jo më i gjatë se 4 vjet, që përputhemi me kushtetutën në kontekst të përbërjes paraprake parlamentare. Mandati i qeverisë është fituar me zgjedhje të mandatit paraprak me vendim të parlamentit dhe mbi bazën kushtetuese parlamenti është që zgjedh dhe shkarkon qeverinë. Qeveria paraprake dhe parlamenti paraprak ka zgjedh përbërjen qeveritare aktuale, të cilën e kam menaxhuar dhe e menaxhoj, por nuk e ka shkarkuar. Përbërja e re parlamentare nuk ka akt për shkarkim të qeverisë që është në detyrë, mandati së cilës sipas konceptit kushtetues është 4 vjeçar dhe nuk mund të jetë më i shkurt, nuk mund të jetë më i gjatë përpos në rrethanat të cilat mund të jetë të zgjatet mandati, situatë e jashtëzakonshme ose gjendje lufte, që nuk është rast. Për faktin që vendimi i kuvendit është që qeveria normal nuk mund të ketë dy funksione barsi i funksioneve publike, qeveria sipas konkluzës së kësaj përbërje qeveritare vazhdon me punën deri në zgjedhjet të qeverisë nga ky kuvend, nga kjo përbërje. Për këtë arsye, procedurale kam kërkuar që të njoftoj opinionin, të njoftoj institucionet përkatëse, zyrtarisht, që si kryeministër dhe si përbërje qeveritare, në bazë të konkluzës së kësaj përbërje qeveritare, do të vazhdoj të kryej obligimet dhe detyrat që burojnë nga funksioni kryeministër i vendit deri në zgjedhjet të qeverisë së radhës, nga kjo përbërje qeveritare, dhe nuk do të marr pjesë në punimet e kuvendit dhe me këtë në bazë të ligjit për ndërprerje ose për parandalim të korrupsionit, për shkak të parandalimit të korrupsionit dhe konfliktit të interesit, se nuk mund të në të njëjtën kohë dy detyra, bazë të ligjit për parandalim të korrupsionit dhe konfliktit të interesit. Nuk mundem të barti dy funksionet në njëjtën kohë. Për atë arsye, deri në zgjedhjet të qeverisë së radhës, nuk do të marr pjesë në punimet e kuvendit dhe në vendimmarrje të kuvendit për të plotësuar përcaktimet e ligjit për parandalim të korrupsionit dhe konfliktit të interesit. Kjo është për të informuar gjithë dhe për të kaluar gjitha dilemat për çështjen e funksionimit të mëtutjeshëm të institucioneve. Faleminderit.